Well done, boys. Come on. Here we go. Well done, boys. You're doing really well. Come on, Oscar. Oh, you're so nosy, aren't you? Well done, boys. So they'll check everything out now. All right, boys. They'll have a little start. Fermeri irlandez Joe Fallon futi 2 alpaka nga familja e deveve në një shtëpi të moshuarish në Irland, të cilët prisnin në radhën për t'i përkëdhelur. Një dekadë pasi u qidor nga puna e tij në zyrë, 64 vjeçari Joe Fallon ka gjetur një punë të re për tufën e tij prej 71 devesh të Amerikës së Jugut. Terapia e kafshëve për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta. So come on, Stan. Yeah, so well done, Stan. Come on, Frank. Where's Rebecca? Oh no, come on. You can't be sitting down on the job, boys. He's full of chat, isn't he? So he's really good, isn't he? Yeah, so... When we go into the care home, for example, we'll just bring the animals right up beside the residents and they get to interact with them, they get to feel them, they look into their big huge brown eyes. Ata mund t'i ndjejnë, shohin sytë e tyre të mëdhenj dhe kafë, thjesht janë shumë relaksues, të japin kënaqësi teksa I dëgjon duke e gumëzhitur. Boys, well done. On you go. That's it. On you go. Well done. Keep going. Follow Sinead there. That's it. Well done. That's it. In there, Stan. There we go. In you go, Stan. Come On in. Well done, Peggy. I think you'd take him home, would you? You'd take him back to your room, would you? So now we work with local schools, with their special needs classes. Tani ne punojmë me shkollat lokale, me klasat me nxënës me nevoja të veçanta dhe mësuesit na thonë se ndikimi tek fëmijët është vërtet pozitiv. Është vënë re se përqendrimi I tyre përmirësohet, se janë shumë të relaksuar dhe është më e lehtë për të punuar me ta. I'm just trying to think, that might be Carmel and... Yes, we love you too. I'm trying to think of the surname. Well done, boys. Well done. Yes, that's so good. They're very good, yes. Because they get a lot of handling here, don't you, boys? Fallon fillimisht shërtoi llojet më tradicionale të bujqësisë, në të cilat familja e tij ishte përfshirë prej vitesh, por tha se nuk të jepnin mundësi për të përballuar mbijetesën. Në vend të kësaj, ai filloi të hulumtonte opsionet alternative të bujqësisë. Fallon më në fund bleu 7 alpaka dhe shiti shtëpin për të blerë një fermë për të kullotur ato. Ai hapi një dyqan fillimisht me çorafe leshi alpaka dhe lutra të buta, por Fallon vuri re me shpejtësi potencialin e këtyre kafshëve për të letëstuar ankthin mes vizitorëve të moshuar dhe atyre me nevoja të veçanta. And they're chatting away to you. John, where's the CDs? Here, boys. Here we go, boys. In this way. That's it. Well done, boys. Well done. Hello. How are you? We were having a really positive impact on people with special needs, be it kids with autism. Ne kishim një ndikim vërtet pozitiv tek njerëzit me nevoja të veçanta, qofshin fëmijët me autizëm, të rritur apo adoleshent me sindromin Down, të rritur edhe fëmijë me nevoja të veçanta e kështu me radhë. Kjo ka quar në më shumë punë rreth anës terapeutike të biznesit që ne bëjmë. Led into more work around the therapeutic side of the business that we do. So fluffy, aren't you? You're so fluffy. Good boy. Where's Oscar? Fallon në këtë biznes ka punësuar 11 persona, ka 71 alpaka e 2 lama shumë të mëdha dhe ofron akomodim për vizitorët. Fallon mori 2 nga alpakat e tij në një furgon dhe shkoi në shtëpinë e të moshuarve në Oakfield. Hello. Yeah, 2 boys today, yeah. We didn't bring you the girls. Sorry about that. That's what you want. Because So we know that we have certain boys and girls that... Ne dim se e kemi disa djem dhe vajza që janë të përshtatshëm për punë terapeutike, tha ai. More introverted, we have a couple of drama queens here, Yeah, we'll have to dress them up. Won't we, boys? We'll have to get you dressed up. Yeah. Well, they will spit at you if you annoy them. Fallon duhej edhe të shërtonte butësisht alpakat e përzgjedhura kur pushonin pranë pacientëve. Koordinatorja e aktiviteteve në shtëpinë të moshuarve, Sinead Megan, tha se banorët ishin të emocionuar për vizitën
dhe se do t'i ftonte përsëri së shpejti, vetëm për të parë buzëqeshjen në fytyrat e tyre. Just to see the smiles on the faces, and I think it triggered a lot of memories for people that would have grown up. Mendoj se solli shumë kujtime për njerëzit që do të ishin rritur në ferma, që do të ishin fermer. Besoj se dhe ndjesia e leshit i riktheu shumë kujtime njerëzve, veçanërisht grave që thurin. Unë do ta rekomandoja shumë këtë terapi për çdo. So I'd highly recommend this therapy to anyone, and we'll definitely be having the two guys back again. Oscar, good boy. How are you, Oscar? Head in. Oh, good boy. There you go. Well done, Oscar. You're doing really well. And you have eyes to die for. You see the big brown eyes? And eyelashes to die for as well. Look at the length of those. You're really pretty, aren't you?